pafajshëm. Plotësisht e konsideroj. Duke pranoj fajësia të problemit penal dhe spionazh. Duke pranoj fajësinë për Jam I pafajshëm. Plotësisht e konsideroj vetën të pafajshëm. Faleminderit shumë. Po, për të akuzuarin tjetër marrën qëllimin, ju ngarkojnë 2 vepra penale. A e pranojnë fajësinë apo nuk e pranojnë? Duke pranoj fajësia për vepra penal dhe spionazh. Nuk e pranoj fajësinë për Kurse veprën për penale. mbajtje pa leje e pranoj fajësinë. Ndërsa për veprën penale, Mbajtje pa leje. mbajtjes pa leje, po, mbajtjes për nësi kontroll. E pranon fajësinë. Po. Faleminderit. Me që I akuzuari Muharrem Shelimi pranoi fajësinë lidhur me veprën penale mbajtjen pronësi kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 paragrafi 1 I Kodit Penal Republikës Kosovës. Prokuroria konsideron që ky pranim duhet të pranohet dhe I propozon gjykatës që të merr akt vendim për pranimin e fajësisë. Miratohet pranimi I fajësisë nga akuzuri Muharrem Shelimi për shkak të veprës penale, pra mbajtjen pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni. Për të akuzuarit, pra për veprën penale për të cilat nuk e kanë pranuar fajësinë, I njofton pandejurit dhe mbrojtësit e tyre se në afatin prej 15 ditëve nga dita e sotme llogaritur, kanë të drejtë që të paraqesin qoftë kundërshtim sa I përket provave pajtimi në 143 apo kërkesë për rrjedhje nga akuzat pajtimi në 144.